çfarë ke përgatitur ti për këtë ditë? Pra, e lejmë një herë çështjen se kur do të ndodhi. E zem se ndodhin nesër ose do ndodhin. Ti çfarë ke përgatitur për këtë ditë? Duke dash profeti alayhi salatu sallam ta tregoi edhe ne që e lexojmë sot këtë ngjarje, këtë hadith, që nëse njeriu përgatitet për ditën e madhe që do dali para Allahut xhaleshan, nëse njeriu mundohet që të jetë i saktë në gjërat e tij, nëse njeriu mundohet të jetë korrekt, nëse njeriu mundohet të rrikë haku i tij, mos i hyn hak njerëzve, mos i hyn hak krijesave, pastaj le të ndodhi kur të ndodhi kiameti. Nëse ndodh edhe nesër ty nuk të prish punë, përkundrazi do të jesh shumë i respektuar subhanallahu. E Allahu xhaleshanu neve na porosit dhe na thot: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Juve furnizohuni, thot, me furnizimin më të mirë. Kush është furnizimi më i mirë? Është vepra mirë, është devotshmëria. Është ajo që të afron tek Zoti, ajo që të afron tek njerëzit, pra po themi rrugët e mira, rrugët e pajshme, rezatimi i mirësisë. Çfarë i thot ky personi profetit alayhi salatu sallam? Kur i tha i dërguari i Allahut, çfarë ke përgatitur ti për ditën e kiametit, që po pyet për ditën e kiametit kur do ndodhi? A je gati ti për të ndodhur? Nëse ndodh nesër, të them që do të ndodhi nesër. A je gati? Atëherë thot: "Wallahi ya Rasulullah, pasha Allahun e dërguari i Allahut, ma a'adtu laha kathira salatin wala siyam." Nuk kam përgatit, thot, për ditën e gjykimit, thot, shumë namaz. Dhe ky njeri çfarë thot? Pasha Allahun, thot, e dërguari i Allahut, nuk jam nga ata që falem gjithë natën edhe agjëroj gjithë ditën, pra agjërim nafile dhe falje nafile. Por se thot, diçka e kam, thot, unë, thot, e dua Allahun dhe dërguarin e tij me gjithë shpirt. E dua Allahun dhe e du profetin alayhi salatu sallam me gjithë shpirt.